Nëse kjo do të kishte të bënte me naftën, asgjë nga qasja aktuale nuk do të kishte kuptim. SBA prodhon më shumë naftë se çdo vend tjetër në histori, duke eksportuar miliona fuqi çdo ditë. As Amerika dhe as Europa nuk përballen me mungesë nafte që do të kërkonte ndërhyrje ushtarake. Venezuela ndërkohë zotron rezervat më të mëdha të provuara në botë, 303 miliard fuqi, por infrastruktura e saj e naftës është rënd e degraduar. Më do me thënë se është se rrugë ligjore për qasje në naftën venezueliane tashmë ekzistojnë. SBA mund të heqë sanksionet, të zgjerojë operacionet e Chevronit ose të rihap korridorin energjetik, masa që nuk kërkojnë as anije luftarake, as anashkalim të Kongresit. Ndryshimi themelor në llogaritjen e Washingtonit për Venezuelën lidhet më pak me kompanitë e naftës dhe më shumë me fondet e kapitalit privat dhe kontraktorët e mbrojtjes, interesat të përqendruara jo te fuqit, por te kontratat e rindërtimit, të drejtat minerare dhe leverazhi territorial në një skenar pas Maduros. Së bashku, këto dinamike e bëjnë të qartë se logjika që drejton politikën amerikane qëndron jashtë ekonomisë së naftës, shkruan Al-Azavi,